Në zemër të pyjeve të Novgorodit, rreth 370 km në veri perëndim të Moskës, ndodhet rezidenca luksoze Valdaj, një kompleks i fshehur që shërben si strep personale për presidentin rus Vladimir Putin dhe sipas hetimeve të reja, për familjen e tij të padeklaruar. Sipas një raporti të fundit të mediave ndërkombëtare, pallati është tashmë i rrethuar nga të paktën 20 sisteme moderne të mbrojtjes ajrore, përfshirë sistemet S-400 dhe Pancir-M, një rritje drastike krahasuar me gushtin e këtij viti, ku numëroheshin vetëm 12, para një viti ishin vetëm 7. Kjo rritje e menjëhershme e masave mbrojtëse lidhet me frikën e një sulmi të mundshëm Ukrainas, ndërsa vetë Putin besohet se ka braktisur përkohësisht rezidencën zyrtare të Novo-Ogarevo, e cila është më ekspozuar ndaj rreziqeve. Valdaj nuk është vetëm një shtëpi pushimi. Sipas burimeve të shumta, brenda kompleksit ndodhet një bunker bërthamor nëntoksor, ambiente të avancuara mjekësore dhe një aparat sigurie që ruan çdo cep të rezidencës. Zona kontrollohet nga Shërbimi Federal i Sigurisë, FSO, ndërsa personat që guxojnë të afrohen pa autorizim përballen me ndëshkime që shkojnë deri në 2 vite punë të detyruar dhe gjoba mbi 6.000 euro. Raporti thekson gjithashtu se Putin është i shoqëruar nga Alina Kabaeva, ish gjimnaste olimpike, e cilësuar nga mediat ruse si e dashura e parë e shtetit. Ajo jeton në një vilë druri të ndarë brenda kompleksit, së bashku me 2 djemt që besohet se ka me presidentin, 10 vjeçarin Ivan dhe 6 vjeçarin Vladimir Junior. Ky zhvillim i fundit tregon se Putin po lëviz drejt një izolimi të thellë fizik dhe simbolik, duke u larguar nga skena publike dhe duke u mbyllur pas një muri prej çeliku dhe propagande. Kjo rezidencë e kthyer në fortifikat është një metaforë e qartë për gjendjen aktuale të regjimit rus, e mbrojtur, e frikësuar dhe gjithnjë e më e largët nga realiteti i qytetarëve rus dhe i botës perëndimore.